Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në historinë e njerëzimit, pyetja për jetën pas vdekjes ka qëndruar gjithmonë si një nga dilemat më të mëdha dhe më sfiduese për mendjen dhe shpirtin e njeriut. Njeriu, i lidhur me përvojën e tij të kufizuar dhe perceptimin material të botës, shpesh është përballur me frikën e të panjohurës dhe me pyetjen ekzistenciale se çfarë ndodh pas shuarjes së jetës së trupit. Kjo pyetje nuk ka qenë thjesht një mendim filozofik, por një sfidë thellë shpirtërore dhe psikologjike që ka nxitur njerëzimin të kërkojë të kuptimin, drejtësinë dhe shpresë për te jetës së kësaj bote që është jeta e përkohshme. Mohuesit dhe idhujtarët, të cilët nuk besonin në fuqinë absolute të Zotit, janë përballur gjithmonë me çudi dhe habi për realitetin e botës tjetër dhe për konceptin e ringjalljes në vete. Prandaj, ato dhe mohuan. Për ta, ideja se njeriu mund të ringjallet pasi të kthehet në dhe duket e pamundur dhe e pabesueshme, sepse ata e kufizojnë perceptimin e tyre vetëm në botën materiale. Ky mosbesim nuk është thjesht një çështje ideologjike, por njëkohësisht pasqyron dhe një mungesë të thellë njohëse dhe shpirtërore, një pengesë që i ndalon ata të kuptojnë fuqinë absolute të krijuesit dhe të perceptojnë drejtësinë dhe mundësinë e jetës së përjetshme. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme të Nektarit të Gjumas, do ju ftoja të ndiqnim së bashku 10 ajetet e përzgjedhura nga sura Mu'minun për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata pyesin, vallë, pasi të vdesim e të bëhem jeshtra edhe, vërtet do të ringjallemi? Kjo na është premtuar neve dhe të barëve tanë, por këto janë vetëm përralla të popujve të lashtë. Thuaj, e kujt është toka dhe gjithçka që gjendet në të, nëse e dini? Ata do të thonë, të Allahut. E ti thuaj o, vallë, a nuk po ja vini veshin? Thuaj, kush është Zoti i 7 qejve dhe Zoti i Fronit të Madhështor? Ata do të thonë, Allahu. E ti thuaj o, vallë, a nuk po i frikësoheni atij? Thuaj, kush është ai që ka në dorë pushtetin mbi çdo gjë, i cili mbron,
por prej ti nuk mund të mbrohet askush nëse e dini, ato do të thonë, Allahu, e ti thua jo. Atëherë, përse ma gjepseni? Ja, ne ua kemi zbuluar atyre të vërtetën, por ata janë gënjeshtarë. Allahu nuk ka zgjidhur për veten ndonjë bir dhe përveç atij s'ka as zot tjetër. Përndryshe, çdo zot do të merrte atë që ka krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin, qoftë i lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Ai di të padukshme dhe ato që shihet. Ai është shumë lart mbi zotat që ja quajnë atij për shok. Të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi ndoqëm së bashku 10 ajetet e përzgjedhura nga sura Mu'minun, që ishin pikërisht ajeti 82 deri në ajeti 92 të kësaj sureje, tashmë le të rikthehemi në temën e ditës së sotme. Për sot, do të flasim rreth temës çudia dhe mahnitja e besimtarëve e jo besimtarëve me botën tjetër. Allahu i madhëruar thot kështu në Kur'anin famëlar: Bismillahirrahmanirrahim. Nëse ti o Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, çuditesh nga idhujtarët, vërtet i janë të çuditshme fjalët e tyre. Vallë, pasi të bëhemi dhe, do të krijohemi vërtet përsëri. Këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargojnë. Këta janë besimtar banorët e xhehenemit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ata të kërkojnë ty me ngut, tu sjellësh të keqen para së mirës, ndonse para tyre ka pasur shumë dënime shembullore. Zoti yt është falës për njerëzit, pavarësisht gjunaheve të tyre, por në të vërtetë, Zoti yt është edhe jashtër në dënim. Ajeti 5 dhe 6 i surës Ra'd. Këto ajete nuk janë thjesht një akuzë morale, por një analizë e thellë e natyrës njerëzore dhe e perceptimit të njeriut për metafizikën. Çudia dhe mahnitja e mohuesve nuk lindin vetëm nga një ignorancë kulturore, por edhe nga kufizimi i njohës dhe perceptuesi i trurit të tyre njerëzor. Psikologët modern kanë vërejtur se mendja njerëzore ka nevojë të kuptojë dhe të interpretojë çdo fenomen përmes përvojës vetjake dhe perceptimeve të saj. Dhe çdo ide që sfidon këtë perceptim, siç është jeta pas vdekjes, përbën një konflikt kognitiv i cili manifestohet si dyshim, frikë dhe çudi. Kjo çudi e mahnitje për ringjalljen dhe botën tjetër ka ekzistuar tek të gjithë popujt ignorant të pa informuar, pasi ata mendonin se jeta pas vdekjes dhe ringjallja njëkohësisht janë një gjë e pamundur. Por ajetet e lartë përmendura, ajeti 5 dhe 6 i surës Ra'd, si dhe 10 ajetet që përzgjedhëm për ju për ditën e sotme nga sura Mu'minun, këto ajete dhe ajetet të tjera përveç këtyre u përgjigjen pyetjeve të tilla që vijnë nga jo besimtarët, siç janë: cili është ndryshimi midis fillimit të krijimit dhe ringjalljes përsëri nga fillimi? I plotfuqishmi që i ka krijuar në fillim, është i aftë që ta ringjall edhe një herë shpirtin tonë. A e harruan këta fillimin e krijimit të tyre, që bën polemika për ringjalljen e tyre në këto momente? Nëse Allahu na ka krijuar ne nga një gjë e cila nuk ka pas ekzistuar më parë, sa të lehtë mund ta ketë Allahu xhaleshanhu ringjalljen tonë kur ne kemi qenë një herë të gjallë dhe do na ringjallë përsëri në botën tjetër? Mohuesit pyetnin më poshtë: vallë, pasi të bëhemi dhe, do të krijohemi vërtet përsëri? Një pyetje që ka mbetur e njëjtë gjatë shekujve në mendimin njerëzor. Kjo çudi në të vërtetë reflekton një paaftësi të njohurive të tyre për të perceptuar fuqinë e Zotit. Ajo lidhet ngushtë me konceptin psikologjik të perceptimit të kufizuar, ku njeriu i bën kufizime mendjes së tij si t'ia do qefi, dhe çdo ide që te kalon ato kufizime duket e pamundur për ta. Dhe njeriu mbyll perdën e perceptimit në trurin e tij dhe nuk pranon që të hyjë çdo gjë e mirë në të, vetëm pranon ato çfarë do ai dhe jo si çfarë është e vërteta. Në fillim thuhet në Kur'anin e Shenjtë, këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre. Pra,
mohuesit pikërisht janë ato që ka mohuar fjalën e Allahut. Prandaj dhe këto pyetje, disi si qesharake, dalin nga këto njerëz të cilët nuk e njohin Zotin e gjithësisë, nuk ka marrur iniciativën që ta njohin dhe të besojnë në Zotin një dhe të vetëm. Dhe prandaj Allahu xhaleshanuhu thot, këta janë ata që nuk besojnë në Zotin e tyre, sepse nëse ata do të besonin në ekzistencën e Allahut të madhëruar, atëherë nuk do të dyshonin kurrësi për çështjen e ringjalljes dhe për ringjalljen e njeriut rishtazi në atë botë. Duke u bazuar në këtë që sapo tham, mendimi i tyre i gabuar për botën tjetër është rezultati i mendimit të tyre të gabuar dhe për njëshmërinë e Allahut dhe për hyjnin e tij. Çështja tjetër e kësaj teme është se për shkak të mosbesimit të tyre dhe daljes plotësisht nga rrethi i njëshmërisë, pra i njohjes së Allahut si Zotin një dhe të vetëm, ata e lidhen veten e tyre me pranga, dhe ato prangat janë prangat e adhurimit të idhujve të tyre, të pasioneve të egos, të materjes, të ignorancës e trillimit, dhe i vendosën ato në qafat e tyre derisa të kalojnë në botën tjetër. Nëse ato nuk pendohen, vazhdojnë me këto pranga dhe Allahu thot dhe në qafat të cilëve do të ketë vargojnë. Pra njerëz të tillë të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu na ruajt prej to, nuk meritojnë gjë tjetër veç se ndëshkim në zjarr dhe Allahu thot në Kur'anin e Shenjtë, këta janë banorët e xhehenemit në të cilin do të qëndrojnë për herë. Dhe ky imazh duket i frikshëm, sepse tregon lidhjen midis mendjes së mbyllur dhe skllavërisë ndaj iluzioneve dhe epsheve të kësaj bote kalimtare. Psikologët e njohur si Viktor Frankl dhe Carl Jung kanë theksuar se njeriu, kur nuk ka një drejtim shpirtëror të caktuar, mbetet i kapur nga zakonet dhe pasionet e tij, humbet dhe nuk arrin të kuptojë konceptet e larta të drejtësisë, të jetës dhe jetës pas vdekjes. Këto janë të gjithë shkencëtarë që kanë thënë këtë, duke u bazuar në fjalën e Allahut xhaleshanuhu, ku kjo fjalë ka ardhur mbi 1400 vite më parë për njerëzit, dhe tashmë shkenca e vërteton dhe shumë psikologë dhe shkencëtar dalin në konkluzionin se njeriu, nëse shpirti i tij nuk është i qetë, se nuk kapet ndaj një drejtimi shpirtëror, atëherë ai është i humbur dhe ka humbur çdo gjë të tij të shenjtë në këtë botë. Pra, pyetja lind të nderuar dëgjues dhe shikues. Përse habiten mohuesit me krijimin e ri, me ringjalljen dhe me botën tjetër? Nga një numër i madh i ajeteve kuranore, përfitohet se problemi më i madh ndërmjet profetëve dhe idhujtarëve ka qenë pikërisht çështja e ringjalljes, sepse sigurisht ringjallja me trup e me shpirt, sepse ata janë habitur gjithmonë rreth kësaj tematike. Ata pyesnin se si është e mundur që njeriu të ringjallet edhe një herë pasi është bërë dhe? Dhe kjo habi e tyre përmendet dhe në ajetet e mësipërme. Vallë, pasi të bëhemi dhe, do të krijohemi vërtet përsëri. E pam ishte ajeti 82 i surës Mu'minun dhe pikërisht ishte edhe në ajetin e 5 të surës Ra'd për ditën e sotme. Gjithashtu, Kurani famëlart për këtë temë nuk flet vetëm në këtë sure, nuk flet vetëm në surën Mu'minun, flet gjithashtu edhe në surën Naml në ajetin 27, flet në surën Safat në ajetin 53 dhe në ajetin e 3 të surës Qaf dhe në ajetin 37 të surës Waqi'a. Këto janë argumentet Allahut xhaleshanuhu që tregon që në ato kohë e deri në ditët e sotme vazhdon të jenë këto pyetje, vazhdon të jetë kjo pyetje e gjallë se si është e mundur që njeriu të ringjallet me trup e me shpirt në botën tjetër, dhe Allahu pikërisht i ka kthyer përgjigje pikërisht në këto sure që unë citova për ju. Në surën Mu'minun e pam në 10 ajetet nga 82 deri te 92, në surën Naml, në surën Qaf, dhe ai që është interesuar dhe shumë ajete të tjera dhe sure të tjera, është dhe ai që është interesuar të kthehet tek fjala e Allahut dhe të shohë se çfarë thot kjo fe pikërisht për këtë pyetje që e shtrojnë mohuesit se si do të ringjallemi ne në botën tjetër. Kurani, duke ju përgjigjur këtyre çudive, i rikujton njeriut fillimin e krijimit si argument të fuqisë absolute të Zotit të gjithësisë. Dhe ne të gjithë e dim si besimtar musliman se ai që krijoi gjithçka nga hiçi dhe
nga uji, është i aftë të rikrijojë gjithçka. Kurani i fton njerëzit që të mendojnë dhe të kuptojnë madhështinë dhe fuqinë e krijuesit të tyre. Në surën Yasin, në ajetin 82, Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vallë, a nuk është i Zoti ai, për Allahu, që krijoi qiejt dhe tokën, ti rikrijoi ato? Po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithë fuqishme. Ajeti 81 i surës Yasin. Pra kjo logjik është e qartë se fuqia e Zotit është e pakufishme dhe ai ka krijuar jetën nga një substancë e papërfillshme, siç është hiu. Atëherë ringjallja është një proces tejmase i thjesht për Zotin e gjithësisë. Ky argument është një lidhje e bukur midis racionalitetit dhe besimit. Kurani i fton njerëzit që të mendojnë dhe të vëzhgojnë ligjet e natyrës dhe universin përreth tyre, duke kuptuar se çdo krijesë ka një fillim dhe një mundësi për të rivendosur jetën pas vullnetit të Zotit të gjithësisë. Nga një këndvështrim neurologjik, besimi dhe kuptimi i fuqisë së Zotit lidhen ngushtë me mënyrën se si truri përpunon informacionin emocional dhe racional njëkohësisht. Studimet moderne kanë treguar se meditimi, reflektimi dhe besimi në një forcë të lartë aktivizon korteksin prefrontal, pjesën e trurit që lidhet me mendimin abstrakt dhe zgjidhjen e problemeve. Dhe duke u lidhur me një forcë të lartë që reflekton dhe na jep neve anën tonë të brendshme një qetësi, nga ana jonë e brendshme një qetësi, kjo largon dhe heq nga truri jon, nga jeta jon frikën dhe ankthin. Kur njeriu mediton dhe reflekton mbi të vërtetën, ai është i gatshëm shpirtërisht dhe psikologjikisht për pranimin e realiteteve metafizike. Të dashur vëllezër dhe motra, tashmë, në pjesën e dytë të emisionit për ditën e sotme, do të shpjegoj për ju se cilat janë arsyet se pse mohuesit habiten me krijimin e ri dhe pse habiten ato. Atëherë, arsyeja e parë është kufizimi i njohës dhe perceptimi i pamundësisë. Për të thënë çdo gjë që të i kalon përvojën e përditshme dhe ligjet e dukshme të natyrës, duke e pamundur. Dhe pyetja se si është e mundur që të ringjallemi në botën tjetër, kur ne jemi bërë, nuk është thjesht një pyetje retorike, por një pasqyrë e thellë e kufizimeve njohëse dhe perceptuese të njeriut. Psikologët modern e shpjegojnë këtë fenomen si një konflikt kognitiv, ku njeriu has një ide që sfidon modelet e njohjes së tij. Truri e percepton atë si diçka të rrezikshme ose të pabesueshme, duke prodhuar dyshim, frikë dhe mospranim. Pika e dytë, arsyeja e dytë pse njerëzit dhe jo besimtarët sidomos çuditen dhe mahniten në ringjallje, është mungesa e besimit në njësinë e Zotit të gjithësisë. Një nga arsyet kryesore, siç e tham dhe më lart, të çudisë së mohuesve lidhet me mungesën e besimit në njësinë dhe fuqinë absolute të Allahut. Ata që nuk besojnë në Zot, nuk mund të kuptojnë as fuqinë e Tij, që ka të bëjë me krijimin dhe rikrijimin nga asgjëja dhe nga një gjë që ka qenë e krijuar më parë. Dhe kjo është një reflektim i drejtë për së drejti një ligji shpirtëror, se pa njohurinë dhe besimin në një fuqi të lartë, mendja njerëzore është e paaftë të konceptojë realitetet metafizike. Dhe nga pikpamja psikologjike, besimi në një fuqi të lartë zhvillon kapacitetin për të përballur misterit e kësaj jete, duke ndihmuar në pranimin e fenomeneve që t'i kalojnë përvojën sensoriale dhe logjike njerëzore. Arsyeja e tretë është lidhja e tyre me pasionet dhe me prangat shpirtërore. Mohuesit nuk habiten thjesht nga koncepti i ringjalljes, por edhe nga mënyra se si kanë lidhur jetën e tyre me pasionet, egoizmin dhe iluzionet materiale. Kurani i përshkruan këta njerëz si të lidhur me vargojnë në qafa, ku thot, dhe në qafat e të cilëve do të ketë vargojnë. Dhe këto vargojnë janë metafora për robërimin ndaj epsheve dhe egos që kanë lidhur ato, të cilat pengojnë zemrën dhe mendjen të kuptojnë realitetin, i cili është
besimin në Zotin e gjithësisë, në fuqinë e Tij dhe besimin se në botën e ardhshme është ringjallja dhe do të ringjallemi ashtu siç kemi vdekur, ashtu dhe do të ringjallemi. Psikologjia moderne e lidh këtë koncept pra me bjasit të konceptimit ose të perceptimit, kur një individ është i kapur nga prirjet egoiste dhe varësitë materiale, ai nuk mund të perceptojë dhe të pranojë fenomene që kërkojnë reflektim dhe larg pamësish shpirtërore. Pra, shkurtimisht, edhe shkenca e ka vërtetuar që këto njerëz kanë një çrregullim në mendjen e tyre sepse janë lidhur me gjëra që nuk i plotësojnë nga brenda, nuk i japin atyre qetësinë dhe këto gjëra që nuk i jep qetësi trurit dhe shpirtit të njeriut, fatkeqësisht e largojnë atë nga e vërteta, nga realiteti dhe e bëjnë të jetojnë në një botë iluzionare. Çudia për ringjalljet lidhet edhe me intuitën njerëzore për drejtësi dhe kuptim, dhe njeriu e ndjen brenda vetes nevojën për një drejtësi universale dhe për shpjegim për fatin e tij pas vdekjes. Mohimi i jetës së përtejme krijon tension emocional dhe shpirtëror, sepse njeriu ndjen se veprimet e tij nuk do të kishin pasoja të drejta. Kurani përgjigjet kësaj çudie duke i kujtuar njeriut fuqinë absolute të Zotit dhe shembujt e dënimeve dhe shpëtimeve të mëparshme, duke i dhënë një perspektivë të qartë dhe të drejtë universale. Besimi në ringjallje të nderuar dëgjues dhe shikues dhe në drejtësinë hyjnore nuk është vetëm një koncept fetar, por edhe një mekanizëm psikologjik që furnizon dhe fuqizon mendjen dhe shpirtin, i jep njeriu qetësi dhe shpresë të përjetshme. Në përfundim të temës për ditën e sotme, çudia dhe mohimi i jetës së përtejme dhe ringjalljes nuk janë thjesht një çështje besimi fetar, por një reflektim i kufizimeve psikologjike, njohëse dhe shpirtërore të njeriut. Dhe mund të themi se Kurani, përmes argumenteve të tij të fuqishme, thirrjes për reflektim dhe kujtim të fillimit të krijimit, e udhëzon njeriu drejt një besimi të thellë dhe një kuptimi të plotë të realitetit universal. Besimi në Zotin e një dhe të vetëm, në Zotin e plotfuqishëm dhe në pranimin e drejtësisë hyjnore dhe reflektim mbi fuqinë e krijimit e forcojnë mendjen dhe shpirtin, duke i dhënë njeriut siguri, paqe, qetësi dhe shpresë të përjetshme. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumat të begat, Allahu na pranoft çdo lutje dhe adhurim tonin, na largoft nga këto njerëz të cilët na konfuzojnë, na japin stres në jetën tonë, nga njerëz të cilët nuk binden nga e vërteta. Allahu ju udhëzoft inshallah dhe na bëft prej më të mirëve si në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu an